në këtë rast, prandaj më interesoja vën se përmeni presidentin Trump, Fatimja dhe po është e vërtet që presidenti Trump ka hinë belo me gazetarë, sidomos ata që i ka konsideruar si opozitor New York Timesin, edhe CNN-in një kohë, por tash i pranoj, tash jo veç që e pranoj se humbi luftën me ta. Sepse një zoje i tha debile, një tjetër i tha dërguc, një tjetër mirë, po tash i pranoj në dhomën ovale 6 gazetarë eminent të New York Timesit, ju dha intervjistë dhe merre me men para në pranit e tyne, të anëmiqve të dikur shumë, po bisedon live në telefon me një burr shteti, njën nga kryeministrat Kolumbisa, ne mos më kapni për fjalë, nuk e di me cilin. Po, çka po du me thonë është që luftën me media, paraprakisht se cili lider politike ka të humbun. Sa zgjatën nuk e di, Albinit i ka zgjatë kogjo shumë, po aja përsheni që u kthy. U kthy pikisht të Kanal Vleshit të Kushtim Sadiku, sepse shkoj këtë dikun atje në për do stacione lokale. Jo, a i vazhdo në të shkoj edhe atje, pas 2 ditë shka që në të pa jo këtë beqik, po ju pa jo këtë sirë. Nuk e konsideroj që madhështia një gazetare, ose një mediumi vartë në bastë sa mediumi është i madhë. Hajde vazhdoj ligjeratës se jo më interesu me në guson dhe dejnë sa dush me fojt, hirë është po brenda lojt na nuk gudzoj me thonë që TV Stugu atje është një TV katë për shkak se është i vogël. Absolutisht jo, ka shumë televizioni më të mëdha këtu, po nuk do të thotë që televizioni i gazetarëve dush mua na shkalu, pse ata kanë buxhet më shumë, kanë staf më shumë edhe kanë nuk pajtohen. Fatime shumë keq e ki. Ai ka shku. Po dëgjojmë pa zotin Mzeshiri se na ka shkuar me vonesë. Ku më fala për një fjali, Fatime, ti e din që u shku, njëherë me një burr, njëherë me një gru, u kap fyt për fyt në rrët e kënë, televizionin shtetënor që quhet. Sepse ai nuk duhet sfidë. Ndërka që tash e ka po që duhet mu sfidu edhe duhet me u përgjegjë në pyetje. Jo, por besë në RTK shkon vazhdimisht. Po ato që shkon në televizionin lokal, ato janë